Galeria e Arteve Figurative në Vlorë ka hapur dyert për artdashësit vlonjat, ndërsa është prezantuar një ekspozit me piktura nga Roland Dano. Ermelinda Gjebro, kuratore, thot se në këtë ekspozit janë shpalosur 30 punime të ndryshme. Sipas Gjebros, në qendër të tyre është abstrakti dhe secila pikturë interpretohet ndryshe nga çdo artdashës. Gjebro thot se ekspozita në vijimsi ka vlerësime pozitive nga të gjithë vizitorët. Ashtu siç është bërë traditë në galerinë e qytetit, ne kemi gjatë gjithë periudhave të muajve, ne kemi gjithmonë një ekspozit dhe e radhës ishte ekspozita nga artisti Roland Dano, i cili ka sjell veprat e tij që janë abstrakte në stil dhe janë gjithsej 30 punime të tij. Është një ekspozit që u çel dje në datën 13, pati sukses, pati praninë e njerëzve të cilët e vlerësojnë artin dhe aq më tepër artin abstrakt. Kjo është një ekspozit, po them, përquajsërisht të suksesshme nga ne galerisë. Mesazhi në fakt i pikturës abstrakte është gjithmonë që shikuesi ta gjej veten dhe të krijoj atë idenë e vetë të secilës pikturë. Pra nuk ka një mesazh fiks, pasi mesazhi i lihet shikuesit që ta interpretojë sipas gjendjes së vet emocionale apo sipas pritshmërive që ka ndaj pikturës etj. Pati mjaft vlerësime pozitive, njerëzit që e njohin artin ditën ta vlerësonin dhe ta shijonin. Do të qëndrojë e hapur deri ditën e hënë të javës që vjen dhe i them qytetarëve të Vlorës që të vinë ta shikojnë, pasi është një vlerë tjetër e shtuar për galerinë dhe për qytetin. Përveç piktorin Roland Dano, punimet e abstraktit prezantojnë gjendjen e tij shpirtërore në momente të ndryshme, ndërsa janë përzgjedhur pikturat më të mira në 20 vite punë të tij. Piktori premton se në muajin dhjetor do të ketë një tjetër ekspozit. Kjo është një punë 30 vjeçare tani, mbaj në vitin 90 që hodha punë e parë. Është, si thua, një protestë ndaj simetrisë, diktatit që sillet në këtë formë. Njëri e bie me muzikën, njëri me letërsinë, unë e bie me ngjyrat, që është kontrast, ngjyrë edhe lëvizje. Gjithmonë, edhe bile edhe stinët, edhe preferencë për ngjyrat, natyrisht që e shpreh. Po të shikosh janë të ndryshme të tëra, një është çik më errët, njëra me çelur, njëra me festive, siç ndihesh. Shiko, po ti shikosh këto 30 punime janë të viteve të ndryshme që mund të jenë 20 vjet punktu më të mirat, të 20 viteve. Nuk janë që janë bërë tani. Po, i zgjedh më tepër që të përshtaten. Vetëm këtu që jo kam punuar, vite më para edhe peisazhin, figurativin, po këtu jam tani, besoj në dhjetor. Të kënaqja pjesa e me një ishte më tepër një test, pas 2 vjetësh, është ere 4 që ekspozoj këtu, edhe një test. Në dhjetor do bëjmë diçka më ndryshe. Ekspozita me punime të piktorit Roland Dano është realizuar në kujdesin e kuratorëve Ermelinda Gjebro dhe Sajmir Çuçi, ndërsa do të qëndrojë hapur për publikun vlonjat deri në datën 18 maj.